Nesër do shkoj me marrë lek të qeras, atyre që janë me, do hi, që që taksirat e jeni me va. Luizi ka dhënë detaje për hyrjen në shtëpinë e Big Brother VIP Albania gjatë një koncerti të mbajtur në Tiranë, duke treguar se lajmi ka nxitur reagjime të menjëhershme jashtë ekranit. Sipas tij, pjesëmarrja në format nuk ka krijuar vetëm interes te publiku, por edhe shqetësim te familjarët e banorëve që ndodhen aktualisht në garë. Luizi bëri të ditur se ka marrë mesazhe direkte nga prindër dhe të afërm të konkurrentëve, të cilët i kanë kërkuar të tregoj kujdes ndaj të dashurve të tyre gjatë lojës. Nga skena, ai sqaroi se nuk ka synim për plasje personale dhe se prania e tij lidhet me aspektin e spektaklit. Luizi theksoi se fokusi do të jetë argëtimi dhe dinamika e lojës, pa pasur qëllim të veçantë ndaj konkurrentëve të tjerë. U them gjithë atyre familjarëve të konkurrentëve që më kanë shkruar, jo po ma ki kujdes djalin, vajzën, mos mi bjer vajzës, mos mi bjer djalit, nuk kam punë me ta, thjesht do kënaqemi, keni me u knaq tu e pa, vetëm kaq po ju them, u shpreh ai.